Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet dhe lavdimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemërta me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ditë të bukur xumaje të datës 2 maj 2025 apo 4 Dhulqa'de 1446 Hijri. Vëllezër dhe motra, nëse nuk e keni dëgjuar ndonjëherë, atëherë dëgjojeni sot. Një thënie e urtë thot kështu: pas çdo burri të suksesshëm qëndron një grua e mirë. Kush e ka thënë këtë? Pak ka rëndësi. E rëndësishme, kjo ka shumë çka të përbashkët me të vërtetën. Charles de Gaulle ka qenë presidenti i Francës gjatë luftës së dytë botërore. Një ditë, për t'u larguar nga tensionet e ditës, Charles de Gaulle dhe e shoqja e tij vendosin që të shkojnë në një restoran për ta ngrënë drekën. Ata gjetën një restorant të vogël, larg zhurmës së qytetit dhe larg syve të njerëzve. Pronari i restoranit u mrekullua kur i pa këta dy të pranishëm në restoranin e tij. Me të vendosur të tyre, pronari i afrohet tavolinës së tyre që t'i ofroi mirëseardhjen dhe i bëri një shenjë të veçantë mirënjohjeje gruas së presidentit. Presidenti e vëreti këtë dhe pasi u largua pronari, e pyeti të shoqen: "Ç'është ky shenjë? E njeh ti këtë njeri?" Ajo i tha: "Po, e njoh. Kur kam qenë vajzë, pa ti bërë përpjekje që të fejohej me mua." Charles de Gaulle normalisht nuk i erdhi mirë nga kjo. Prandaj i tha: Po të ishe fejuar dhe martuar me te, sigurisht që sot do të ishe bashkëshortja e pronarit të këtij restorani." E shoqja ja ktheu: "Jo, i dashur, po të ishe martuar me të, do ta kishe bërë atë president të Francës." Nëse kthehemi nga thënia që përmenda në fillim, se pas çdo burri të suksesshëm qëndron një grua e mirë, ajo thënie është e vërtetë vetëm nëse gruaja i qëndron pranë, e mbështet në gjithçka që mundet dhe e motivon atë maksimalisht. Kjo ngjarje, vëllezër dhe motra, na kthen në hapat e para të Islamit. Na kujton bashkëshorten fisnike të Muhamedit alayhi salam, Hazreti Hatixhen radiallahu anha. Ajo e shpenzoi gjithë pasurinë e saj për ta ndihmuar. Qëndronte gjithmonë pranë tij, e ushqente, bisedonte me te dhe kur nuk e linte vetë bashkëshortin e saj Muhammedin alayhi salatu wassalam. Kurse në momentin më të rëndësishëm të jetës së tij, pas shfaqjes së melekut Xhibril në shpellën Hira, ishte Hatixha ajo e cila ia largoi frigën të cilën e kaploi, e qetësoi dhe e motivoi duke e mbuluar dhe duke i thënë: "Jo, kurse si nuk të humb ty Zoti yt." Dhe me njëherë e para e pranoi fenë e Zotit. Andaj, mesazhi im për sot shkon për të gjithë gratë muslimane. Besojeni Allahun hak, faleni namazin, agjërojeni Ramazanin, nëse keni mundësi jepni zekatin dhe shkoni në haxh dhe bëni hizmet burrave tuaj, sepse do të hyni në xhennet nga cila do derë që do të dëshironi. Kurse motrat të cilat ende janë të pamartuara, një këshill për ta: njëherë hapni sytë mirë e pastaj mbylleni ato. S'ka burra e as gra të përkryer. Martohuni sa më parë e mos e privoni veten nga kjo rrugë që të çon në xhennet. Shfrytëzoj rastin që ta lut Allahun xhaleshanuhu për bekimet e tija në këtë ditë të bukur xumaje, për pranimin e namazit dhe lutjeve dhe salavateve të kësaj dite, dhe një përshëndetje e veçantë nga qyteti më jugor bregdetar i Shqipërisë, nga Saranda e bukur. Deri në takimin e xumas së radhë, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.